Ditën e sotme në Pavlan është varrosur Eldion Kelmendi, vëlla e Gjestit, i cili humbi jetën në një aksident tragjik. Ceremonia martore u mbajt me një pjesëmarrje të madhe të familjarëve, miqve dhe të afërmve që u mblodhen për t'i dhënë lumtumirin e fundit të riut. Drejt Pavlanit kishin udhëtuar shumë njerëz të prekur nga kjo humbje e rëndë. Atmosfera ishte mbushur me dhimbje dhe pikëllim, ndërsa familja Kelmendi morin ngushëllime nga të pranishmit. Në varrim morën pjesë fytyra të ndryshme publike dhe në mesin e tyre ishte edhe Egli Tako, pamjet kur Egli përqafon Gjestin kanë bërë xhiron e rrjetit. Në mesin e të pranishmeve ka qenë dhe këngëtarja Gjeneta Fetaho, e cila ka ardhur për t'i shprehur ngushëllime dhe përkrahje ndaj familjes në këtë moment të rënd. Përveç Eglit dhe Gjenetës, ajo që ra më shumë në sy ishte dhe pjesëmarrja e Luiz Zellit, i cili ishte për të qëndruar pranë familjes së Gjestit. Yll Limani, Dafina Zeqiri dhe shumë artistë të tjerë po e përkrahin Gjestin në këtë ditë mjaft të vështirë për familjen e tij. Nëpër rrjetet sociale qarkullon një video ku shihet këngëtari Gjesti duke përballur me dhimbjen që nuk mund t'i mbante dot lotët gjatë ceremonisë. Emocioni i tij theksoi humbjen e thellë dhe lidhjen e veçantë mes vëllezërve, duke lënë të kuptohet sa i vështirë është ky moment për familjen dhe miqtë e tij. Të pranishmit nderuan kujtimin e Eldionit me fjalë ngushëlluese dhe heshtje respekti. Shumë nga të afërmit dhe bashkëpunëtorët e Gjestit shprehan dhimbjen e tyre duke theksuar rëndësinë e unitetit dhe përkrahjes në një kohë kaq të vështirë. Mes lotëve dhe heshtjes të dhimbjes, ceremonia u mbyll me një mesazh të qartë. Kujtimi i tij do të jetojë përmes dashurisë dhe mbështetjes së atyre që e rrethuan gjatë jetës. U presh në paqe, Eldion. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.